صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Imam Bukhariu në kapitullin të cilët ceku më herët, hadithin e lartë përmendur, e cek edhe një hadith tjetër, ku më lartë foli për dërgimin e mesazheve të tjerëve, po nënte e cek një hadith tjetër, e që ka të bëjë me përdorimin e vulës për vullosjen e letrave. Po ashtu transmeton nga Enesi radiallahu anhu, që është hadithi 59 i kapitullit të dijes ilmit. An Enes ibn Malik radiallahu anhu قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. Enesi tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam shënoi një letër apo deshi ta shënoi një letër mesazh, dhe dikush e tha atij: Ja Rasulullah, ata nuk i lexojnë letrat, vetëm se të vullosura, pa vull nuk i lexojnë letrat. فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam morë një unazë nga argjenti, gëdhendur në të mbi shkrimin Muhammed Rasulullah. Muhammed Rasul Allah. Muhammed i dërguari Allahut. Enesi më pas thot: "Ka'anni anzuru ila bayadihi fi yadihi." Kur e transmeton këtë hadith, po më duket se jam duke parë të bardhë, ngjyrën e bardhë të unazës së argjent në dorën e tij, alayhi salatu wassalam. Pra, në hadithin e sipër, Enesi cek se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgoi letra, mesazhe mbretërve, valive, dhe ndërtohet ceki dërgimin e letrës mbretit të Persisë Kisras. Tani në këtë hadith tregon diçka tjetër, se si pejgamberi alayhi salatu wassalam kur deshi ta shkruaj njërën për këtyne letrave, cilën të mja dërguë mbretërve. E që kështë ndodhe i vitin e 6, Hijri, që kemi cekur, apo në fund të ti, apo në fillim vitit të 7. Dikush prej sahabëve i tha pejgamberit alayhi salatu wassalam: O i dërguar i Zotit, mbretërit e tjerë të vendeve tjera, kujdo qofshin ata, nuk lexojnë asë një letër pa qenë vullosne. E halli dhe të bëhe dhe në aty një. Që nën kuptan se edhe përpara, në kohrat e vjetra, ka qenë traditë e njerëzve, që letrat e cilat dërgohen tek mbretërit me qenë të vullosura, në mënyrë që me ditë se letra e kujt është. Edhe kjo është mirë. Po një veprim i tillë, një gjë e tillë nuk ka qenë prezente te arabët. Sepse pejgamberi po do me dërgu letër, po nuk po dinë që letra nuk dërgohet. Deri në këtë moment nuk e ka kërkush qartë se do të më vullosë. Tash pja kujtojnë. A nëpse ai tash po do me dërgu letër, s'ka dërgu më herët.
por jep me kuptu se ambienti arab, shoqëria arabe ka dallu për shoqërive tjera. Shoqëritë arabe, apo shoqëria arabe, është përndarë në përfise, edhe disa qytete, si Mekja, Taifi, Jathribi, e që ka qenë Medinja, po edhe të fise tjera beduine, këta nuk kanë dërgu letra me shkrim. Kjo është arsyeja pse ata nuk kanë përdorur vull. Nuk kanë dërgu letra me shkrim, sepse s'ka ditë as me shkru. Nga se arabët kanë qenë ummet analfabet. Ummet analfabet. Për ata, në shumë forma, është cekur e transmituare, sepse edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur në Mekë, kur është shpall pejgamberi në Mekë, me gishta kanë qenë me kaset, të cilët kanë ditë shkrim lexim, me gishta, me numëru. Me gishta. Pastaj Kurani i nxiti njerëzit me mësu, pejgamberi nxiti njerëzit me mësu shkrim leximin, edhe gradualisht nga një popull që nuk din të shkrim lexim, o bën një popull që din të shkrim lexim, madje edhe ja te kaloi krejt popujve të tjerë të botës. Por pas një kohë natyrisht, ja kaloi këtë botës me shkrim me lexim. Ama në këtë kohë nuk shkruanin arabët. E mirë që dërgonin letrat arabët. Arabët kur këshin me dërgu ndonjë letër ndonjë fisit kabiles, për njënit të tjetërit, apo, për shembull, kur kanë shku të zami, këtë gjithë dhe ngjarjen, kur pejgamberi alayhi salatu wassalam ka urdhërua një grup sahabesh që të shpërngulen në Habeshi Etiopi. Pastaj çka ndodhi, me kaset e zgjodhen 2 veta edhe i dërguan të mbretin e Gjashi. Po nuk i dhanë letër, sepse s'kan ditë që do të më dha letër me vete heq. Por, kur shkuna që ata i thanë, na jena të dërguar për i krerëve me kasë, keme arë të kjo. E halli është të kjo kanë arë disa njës për neve të cilet janë kështu, ja bo një gjendjen dramatike, që këta dohet me një herë me i dëbu, nëse jo me i mytë krejt. Me na i këthy këta me në herë meke, nuk ka letër të arabët. Letra deri këtë kohë nuk ka qenë e njohur, kur dërgojnë mesazhin njëri tjetrit, i kanë dërgu me gojë. Unë jam dërguar i filanit, unë ka porositur, kështu me ta përcjellur. Tek popujt e tjerë jo, ata kanë qenë më përpara. Tek ta, për ata për thënja Rasulullah, letrën nuk ta lexokosh. Pa qenë volosne, nuk lexohet letra. Sepse dyshojnë që ka bëjt dikush falsë. E halli ta bëjmë në një onaz, një vull, edhe manti me veti. Vull të cilë man me veti, në formë të nazës, dhe ja bënën kështu, ku ceket emri personit, apo ndonjë simbol, i ati shteti, apo se perandoria, pretëria të tjerë. Dishka me pas. E pejgamberit të thanë emrin tënë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ashtu edhe bëri. Tha mirë, në rregull, dhe ja bënë një onaz në të cilën shkruante Allah nalt Rasul Muhammed. Allah Rasul Muhammed. E kur bashkohet krejt del Muhammedun Rasulullah, Muhammedi dërguari i Allahut. Edhe mbante në gisht këtë onaz. Dhe çdo letër pasaj që shkruante, ky vetë se shkruante, se edhe ashtu ishte analfabet, nuk din të shkruajë lexim, por ja shkruanin shokët e tina, ky o diktante, e shkruanin në fund e prekte me vullën e vet. Edhe sot në për arhiva, gjejmë dhe janë bërë kopje për arhiva në për libra, për shembull ka libër i cili është komplet 2 vëllime për mesazhet e pejgamberit dërguar mbretërve. 2 vëllime. E ka bërë një general, ka qenaj, nëse s'ka bëj, irakian Mahmud Shit. 2 vëllime ka bërë, diku për minimi faqe libri, apo të diku, ku i cek krejt librat, letrat të dërguara, verzionet e tyne që nashën sa një verzion,
Edhe disa prej tyne edhe kopje, edhe vula që është dhanë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe kjo është konsensus pastaj të gjithë muslimanët se kështu ka ndodhur. Prej kësaj kohe, e rëndësishme është këto, se prej kësaj kohe, kur më musliman, kalifet pas pejgamberit, po vetë pejgamberit sa ka qenë gjallë sallallahu pas e kalifet, derisa të kësaj dite kur nuk kanë dërguar letër pa vule. Dhe është bërë tradit edhe tek muslimant që të vuloset letra e dërguar të tjerëve në mënyrë që të kuptohet se prej kujt është. Derisa të këtë sotit, ku jenë disa forma, dikush e lypësh në shkrimin, dikush atje e lyp ndonjë vull, dikush atje e lyp tash këtë sotit, ndoshta me cekjen e emailës se ku ta diun diçka, me më identifiku se vërtet është letra për filanit, nuk është falsë. Ndoshta vlen të ceket, apo është pak sa për kuriozitet, se që thuhet, që ka ndodhë me këtë vullë, ku me të kja? Vula, kjo vullë, u nazë, se khati me thënë vullës, khati me thënë u nazës. Për këtu të kam marrë emnin. Kjo vullë, apo kjo u nazë, një herë ban të pejgamberin gishtën e vetë. Kur vde që i bekuar alayhi salatu wassalam, rëndëmt, vula ka lejt tek pasase i tina në pështet, e që ishte Ebu Bekri, kalifja tina. Radiallahu anhu. Ebu Bekri përdori sa ke gjallë. Pas ti Erdhomeri e përdori sa ke gjallë. Pas ti Erdhosmani, radiallahu anhu, dhe përdori për një kohë. Por një herë Osmani, shkajte një pos, bonar pos, quhet pusi e Erisit. Pusi e Erisit është afër xhamisë së Kubas, në perëndim të Kubas, e që i bie, ku drejtohesh pe kibles në Kuba, nanën e djathtë. Ta shkojnë e fundit, e kanë lanë edhe një shej, ku është ky pos. Përderisa në kohën tonë kërimi qenë ne, nuk ka pas shej. Ka qenë i zhdukur pusi. Është ditur parafërsisht që ka qenë të Kubaja, por sakt nuk e mujt me pa. Vetëm historianët e kanë ditur parafërsisht. Tash e kanë definuar dhe kanë lanë një shej aty, edhe kanë bërë një farë lloj plakata, pse quhet kjo farë që thënë ty në farë pllake të mermerit, ku shkruan aty në pika shkurtra, ngjarja e kësaj vule. Ç'a ndodhi aty? Osmani shkoi te pusi, edhe i shtinin kam në postë kështu, edhe po meditan, po kujton Allahun. Ka ndonjë nuk din as vetë çka bën, pse bën, nuk ka ndonjë farë. Po të lujt që shluan insani, me unazë se me diçka të lujt, bëm, i ranuj, e të bëm marak. E që bona, e që shumëra, e ku përmu, e unazë e pejgamberit, unazë e Abu Bekrit, e Omerit, që me va, me hjekujt, 3 dit kanë lypër në ato uj, 3 dit, e kanë shterë uj krejt, këtë ujt e kanë shterë, anë pëse me dinja ka pëse me shumë për uj, e kanë shterë uj krejt, e lypë, mëse më shif dikun a për baltë, mëse më shif dikun zalë, mëse më shif dikun, 3 dit, hupi nasa, kur, mo, ajo nazë me këtë qenë. Quhet pusi e Erisit, Eris është emri Qifuti, sepse Qifut e ka pas emrin pronari bonarit i pusit. Andaj është quajtur në emër tina. E sot ka emra të cilët djem që i quajnë me emra Eris. Në fakt Eris kthehet të ky pos, po Eris i thuhet edhe Erisijin, Eris i thuhet edhe bujqve të cilët punojnë në natyrë, në bujqësi. E rëndësishme është se nga ky moment apo nga kjo kohë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, shkaku që cek edhe Buhariu këto, është filloi vullosja
e letrave për të dërguar njerëzve, mbretërve, valive, për të ftuar në rrugën e Zotit, dhe kështu veprej alayhi salatu wassalam, ndoshta dikush prej tyre e pranon Islamin e udhëzon Allahu te bareke ve teala. Dhe kjo është pika shkurtë dhe tregimi e kësaj onaze apo kësaj vule të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Filloi këtu dhe përfundoi këtu te koha e Osmanit radiallahu anhu. Allahu dhe më së miri. Wassalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. صحيح البخاري